përshëndetje të gjithëve, Durrësi, Kruja, Shijaku. Unë fakt gjej momentin që përshëndes gjithë ata emigrantë të cilët sot na ndjekin nga rrjetet sociale, të cilët janë të shumt, qytetarë të Durrësit, Shijakut dhe Krujës, të cilët do të kemi një mbështetje të jashtëzakonshme në datë 11. Ne hymë në këtë garë si fitues me 8 deputet në Kuvendin e Shqipërisë dhe do të përfundojmë garën të paktën me 9 deputet. Populli i Durrësit, i Krujës, Shijaku do të na besojë mandatin e 4 për të përmbushur misionin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për të çuar në vend amanetin atyre që në zonën tonë luftuan për një Shqipëri evropiane, me liri e të drejta të garantuara për të gjithë dhe për të dhënë të gjithë fëmijëve tanë pasaportën e qytetarëve të barabartë të Europës. Qytetet tona janë transformuar falë mbështetjes së Edi Ramës.